Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allah. Assalamu ala al-Husayn, wa ala Ali ibn al-Husayn, wa ala aulad al-Husayn, wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Husejnit, paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju të dashur vëllezër dhe motra. Në vazhdim për ato ligjëratave për muajin e shenjtëm Muharremit, për sonte me ndihmën e Allahut do të flasim për rreth temës Imam Husejni në Kur'an dhe në hadithe. Kur përkujtohet një ndodhi apo një ngjarje e madhe historike, duhet që të njihemi me pjesëmarrësit në këtë ndodhi apo ngjarje. Njësoj thuhet edhe për ndodhin e madhe të tragjedisë së Kerbelas. Të gjithë duhet të dimë se kush ishin të pranishmit në këtë tragjedi të rëndë dhe të pashoqë. Historianët dhe hadithologët musliman, qofshin nga ehli suneti apo edhe nga shiizmi, e përmendin ndodhinë e Kerbelas në librat e tyre. Të gjithë thonë se në këtë ndodhi, në këtë tragjedi, figura kryesore ishte Imam Husejni, paqja qoftë mbi të. Por kush është Imam Husejni? Shumë e dëgjojmë emrin e tij, të flitet, të përmendet, por kush është Imam Husejni? Normalisht që të flasësh për Imam Husejnin duhen me orë e ditë të tëra, por do të bëjmë një përmbledhje, inshallah, për rreth figurës së Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, dhe çfarë na mëson ne Imam Husejni. Emri i plot i tij është Husejni, i biri Aliut, i biri Abi Talibit. Titulli që ka Imam Husejn a.s. Ka lindur me 3 Shaban në vitin 4 të Hijrit, apo 626 të erës sonë në Medinë. Martirizimi më 10 Muharram, viti 61 Hijrit, 680 të erës sonë, në tokën e Kerbelas, në Irak. Babai i tij është prisi i besimtarëve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Nëna e tij është Fatima Zahra, e bija e vulës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, për të cilën profeti ka thënë Fatimatu Sayyidatu Nisa'il Alamin. Fatimeja është zonja e grave të botëve. Apo në një thënie tjetër, Fatimatu bid'atu minni, men adhaha faqad adhani. Fatimeja është pjesë e imja, kushdo që e lëndon atë, më ka lënduar mua, thot profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe në familjen e tij. Gjyshrit e Imam Husejnit janë profeti Muhammed dhe Hazreti Hatixheja, paqja e Allahut qoftë mbi të dy. Imam Husejni
jetoj me gjyshin e tij, me profetin Muhammed, me baban e tij, prisin e besimtar pra Imam Aliun, me nënën e tij, Fatima Zahran, dhe me vllain e tij, Imam Hasani. Ky rreth i bekuar familjar i siguroi Imam Husajnit një edukim të pastër shpirtëror, bazuar në parimet e bekuara islame. Një lloj si vëllai i tij për Imam Hasani paqja qoftë. Pra, ata u edukuan me një edukim të përkryer dhe ky edukim formoi personalitetin e pastër të Imam Husajnit paqja qoftë. Imam Husajni është një figurë qendrore në historinë islame. Ai është i nderuar nga të gjithë muslimanët, pa përjashtim, qoftë nga ehli suneti, qoftë nga shiizmi. Është i nderuar për shkak të devotshmërisë së tij, guximit të tij, besimit të tij dhe sakrificës për hir të vërtetës dhe të drejtës. Pozita e Imam Husajnit nuk kufizohet vetëm në aspektin historik, por ajo përfshin edhe dimensionin shpirtëror dhe moral të tij. Pra ishte një personalitet i lartë. Ai mori pjesë edhe në betejat e babait të tij, Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Kurani i shenjtë, libri i fundit, edhe në të ka ajete që kanë zbritur dhe flasin për Imam Husajnin paqja qoftë mbi të. Mirë po, nuk është se përmendet drejt për së drejtin ajetet kuranore, siç janë edhe shumë çështje të tjera që Kurani i përmend në formë të përgjithshme, por sqarimet e ajeteve e bëjnë hadithet e begata të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, e bëjnë edhe shkenca e shkaku të zbritjes së ajeteve. Dhe ajetet që flasin për Imam Husajnin janë ato që përfshin të gjithë ehli bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Dhe Imam Husajni është një prej pjesëtarëve të ehli bejtit të pastër të profetit Muhammed. Është detyra jonë si musliman, si pasues të Kuranit, ndjekës të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ta lexojmë historinë islame me gjaktësi, duke u thelluar në të larg fanatizmit, të njihemi me të vërtetat e historisë islame, të njihemi me personalitetet të cilët sakrifikuan gjithçka që kanë për hir të ruajtjes dhe të përhapjes së fesë islame. Dhe prej këtyre personaliteteve është edhe Imam Husajni paqja qoftë mbi të. Për ajeteve që kanë zbritur për ehli bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, pjesëtar prej të cilëve është edhe Imam Husajni, janë ajeti i purifikimit, ajetu tathir, është ajeti 33 në surën Ahzab, në të cilin Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlul bayt wa yutahhirakum tathira. Allahu dëshiron që t'ju pastroj ju, o familja e profetit, o ahlul bayt,
nga çdo ndytësi, nga çdo papastërti dhe t'ju pastroj plotësisht me pastrim të plot shpirtëror, nga çdo gabim, nga çdo gjunah, nga çdo e keqe. Dhe ky ajet, sipas haditheve autentike, pra që përgjenden tek Buhariu, te Muslimi, te Tirmidhi, ka zbritur për profetin Muhammed, për Imam Aliun, për Fatimen, Hasanin dhe Hysejnin. Kjo ngjarje njihet si hadithi i Kisas, për hadithi ndodhia e mantelit, që profeti sallallahu alaihi wa alihi i mbuloi pjesëtarët e familjes së tij për Ahlul Bejt me mantelin e tij dhe ju drejtua Allahu, tha: o Allahu im, ky është Ahlul Bejti im, prandaj pastroj plotësisht ato. Ajeti tjetër i dytë është ajeti i lutjes për mallkim, al-mubahala. Është ajeti pra 61 i surës Ali Imran, në të cilin Allahu i madhruar thot: "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin." E kush polemizon me ty për të, për Hazreti Isajin a.s. pasi të ka ardhur dituria, thua ju, pra atyre që polemizojnë: e jani, të thërasim djemë tanë dhe djemë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veta tona dhe veta tuaja, pastaj të lutemi që mallkimi Allahut të bjerë mbi gënjeshtarët. Sipas haditheve të sakta, sahih, fraza e ajetit djemë tanë i referohet Hasanit dhe Husejnit, paqja qoftë mbi ta, të cilët profeti Muhammed i mori me vete në ngjarjen e Mubahalës me të krishterët e Nejranit. Komentuesit thonë ky është një nderim i veçantë për Ehli Bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, pjesëtar prej të cilëve është edhe Imam Husejni. Ky ajet na tregon pra edhe madhështinë e Ehli Bejtit, se çfarë pozite kishin te profeti. Të gjithë duhet ta kuptojmë që në një ndodhi kaq të rrezikshme, lutje për mallkim, i dashur i zemrat tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, nuk mori askën tjetër, as nga bashkëshortët, as nga shokët, sipas komentuesve. Ai mori vetëm Imam Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin, dhe ai vetë ishte pranishëm. Dhe kur, sipas komentuesve, sipas historisë, kur të krishterët e Nejranit i panë fytyret e ndritura të profetit të Ehli Bejtit, ata thanë nëse ata do të luten, nuk do të mbes mbi tokë asnjë këmbë i krishterë, dhe u tërhoqën. Ajeti i tretë që ka zbritur për Ehli Bejtin dhe për Imam Husejnin, pra, është ajeti i të ushqyerit, ajetul it'am. Është ajeti 8 dhe 9 në surën Insan, në të cilët Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Dhe ata
u japin ushqim të varfërve, jetimve dhe robërve, edhe pse vetë kanë nevojë për të, duke thënë, ne ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut, nuk duam për jush as shpërblim, as falënderim. Shumë dietarë, si Tabari, Kurtubi, e të tjerë, transmetojnë se ky ajet zbriti për Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin, kur ata agjëruan dhe ja dhan ushqimin e iftarit 3 ditë radhazi të varfërve, jetimëve dhe robërve të liruar. Një tjetër ajet që flet për Ahli Bejtin është edhe ajeti në surën Bejjine, që ka zbritur për Imam Aliun, që e cilëson si khairul barije, do si njëri, si krijesën më të mirë. Të gjitha këto ajete që përmendëm janë të pranuar nga dietarët musliman, qofshin nga ahli suneti, po ashtu edhe nga shiizmi, dhe të gjithë dietarët i lavdrojnë Ahli Bejtin, Imam Husejnin, dhe i respektojnë, i nderojnë këta njerëz të bekuar. Gjithashtu edhe hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi janë të shumta që flasin për Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Hasani dhe Husejni janë prijës të rinjve të banorëve të xhennetit. Hadithi pra transmeton Tirmidhiu, Ibn Majah e të tjerë. Një hadith mjaft domethënës. Të gjithë ne dëshirojmë që të jemi prej banorëve të xhennetit, inshallah. Por ky hadith na tregon se kur të shkojmë në xhennet na pret Imam Hasani dhe Imam Husejni, sepse ata janë prisit, zotërit e të rinjve të banorëve të xhennetit. Pavarësisht janë të tillë, a nuk është detyra jonë t'i duam, t'i respektojmë, t'i nderojmë dhe t'i ndjekim në këtë jetë, nëse dëshirojmë pra të jemi prej banorëve të xhennetit? Është thënia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, i cili nuk flet nga vetja e tij. Çdo gjë që thot për shpallje e shpallur. Pra ky hadith na jep të kuptojmë pozitën e lartë të Imam Husejnit, qoftë në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Pra ajo është zotëria, prisi të rinjve të banorëve të xhennetit. Fatkeqësisht ka sa njerëz të cilët e akuzojnë Imam Husejnin, e bëjnë të pafe, dhe këto quhen nawasit. Këto janë pra armiqtë e Ahli Bejtit. Nuk e kuptojmë se si pretendojnë jenë për banorëve të xhennetit, ndërkohë që Imam Husejni është prisi i të rinjve të banorëve të xhennetit. Me çfarë fytyre do të dalin para Imam Husejnit, nëse në këtë jetë e quajnë pra armikë, e quajnë tradhtar, e ofendojnë me lloj fjalësh. Në një thënie tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: O Allah, unë i dua ata të dy, pra Hasanin dhe Husejnin, prandaj duaj edhe ti ata që i duan ata të dy. Pra profeti i donte Imam Hasan dhe Imam Husejnin. Kur ai i donte, i dashur i zemrave tona, kush jemi ne që t'i urrejmë? Kush jemi ne që t'i mallkojmë? Kush jemi ne që të baltosim figurën e tyre
hadithi pra ky që përmenda, kjo lutje që ishte më shumë profet Muhammed, janë dhe Buhariu dhe te Muslimi. Në një thënie tjetër, profeti ka thënë Hasani dhe Hyseni janë dy borzilokët e mi në këtë botë. Hadithi që edhe në Sahih Bukhari, Kitabul Manaqib, pra është ai kapitulli i virtyteve të Imam Hasanit dhe Imam Hysenit. Gjithashtu në një hadith tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë Hasani dhe Hyseni janë dy nga bijtë e mi, thot. Hyseni është prej meje dhe unë jam prej Hysenit, Allahu e do atë që e do Hyseni. Sa e mrekullueshëm pra ky hadith. Profeti thot Hasani dhe Hyseni janë dy nga bijtë e mi. A nuk duhet i duam? Nuk duhet i respektojmë, t'i nderojmë dhe t'i ndjekim njësoj si ndjekim profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Hasan dhe Imam Hyseni ishin mbrojtësi e mesazhit e përhapësit të tij, mesazhit të gjyshit të tyre të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dashur vëllezër dhe motra, ajetet dhe hadithet, thëniet e profetit që përmendëm, na sqarojnë se Imam Hyseni gëzon një pozitë të lartë në Islam dhe të muslimanët. Ai është shembulli i besimit, i sakrificës, i guximit, i drejtësisë dhe i dashurisë për të vërtetën. Muslimanët e drejtë e respektojnë dhe e nderojnë thellësisht figurën e Imam Hysenit dhe e përkujtojnë me dëmshuri dhe me respekt. Kurse armiqtë e tij, armiqtë e Ehli Bejtit, përpiqen me të gjitha mënyrat dhe format për ta baltosur figurën e Ehli Bejtit duke shpikur gënjeshtra e trillime të ndryshme. Fatkeqësisht kjo metodë vazhdon edhe në ditët e sotme. Allahu na mundsoft ta njohim Imam Hysenin dhe të zbatojmë porositë dhe këshillat e tij në jetën tonë të përditshme. Allahu ju ruajt, ju begatoft, ju dhe familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu t'qofshin mbi ju.